Во Кичево повторно е актуелна темата за депонијата. Жителите протестираат и бараат нејзино преместување. По поднесените жалби до највисоките државни институции, уследи повик до полицијата од директорот на комуналното предпријатие, прекин на работата на вработените и тужба против општината. Градоначалникот Фатмир Дехари ја осуди полициската интервенција, нарекувајќи ја политички терор врз вработените во комуналец. Reagimi I fundit që u bë para disa ditëve edhe nga policia e qytetit Kërçovës, fatkeqësisht ndaj punëtorëve të ndërmarrjes komunales, duke ushtruar detyrën e tyre, duke larguar mbeturinë nga oborret e shtëpive, duke larguar mbeturinë nga kontenierët e qytetit apo vendbanimet si stash rurale dhe duke I grumbulluar jo në një deponi, ju lutem, jo në një deponi, por në një fazë tranzitore apo thënë një moment improvizuar të një qendre grumbulluese dhe pastaj për t'i bartur deri në Rusino ku për momentin firma, kompania e licencuar është duke I dërguar. Според него, ситуацијата го става пред само две опции: да го остави отпадот во домовите или да добие можност да најде трајно решение. Fundin tu e shoh vetëm një tendencë të ashpër politike me qëllim që nuk është e kam përmendur në televizionin tuaj, nuk është vetëm në pjesën e mbeturinave, por në të gjithë kompetencat që komuna pra pushteti lokal менаџер. Дехари подсетува дека надлежноста за управување со регионалните депонии е на централната власт. Më lejoni ta citoj dhe të citoj të thot konkluzionin, vendimin e sjellur të komunave në nivel shteti, por edhe të komunës Kërçovës, më datë 23/4 vitit 2018, ku shpall vendim Këshilli I komunës Kërçovës për kalimin e kompetencave qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut për krijimin e deponive rajonale. Dhe shtrohet pyetja edhe drejtuar organeve të policisë dhe gjithë tjerëve. Përderisa shteti nuk ka deponi rajonale, ku do të hudhen këto beturina? Ku do të mbarten këto beturina? Општина Кичево неодамна постави над 800 контейнери за рециклирање, но проблемот со отпадот останува нерешен. Слични предизвици имаат и другите општини, додека југозападниот регион се уште ја чека изградбата на регионалната депонија во Новаци, Битолско.